Më lejo pak të jem pak teorike në fillim, pra pa lidhur shumë me zgjedhjet konkrete të 11 majit. Zgjedhjet si institucion nuk janë dita e zgjedhjeve apo kutia apo fleta e votimit. Në një sistem, ato konsiderohen zgjedhje kur sistemi është i ndërtuar rreth parimit demokratik dhe rreth parimit të përgjithshëm të sundimit ligjit. Në këtë kuptim, pyetja para se të shkojmë tek integriteti i zgjedhjeve është se sa parimi i sundimit ligjit gjen zbatim në shoqërinë shqiptare. Dhe unë i kuptoj gjithë panelet dhe gjithë analizat dhe gjithë diskutimet që thonë u vodh këtu, ishte kjo kutia kështu, kjo pa vull, ky komisioneri këtë atë, thelbi është që në shoqëri nuk sundon ligji. Dhe kur them nuk sundon ligji, këtë e nis me ligjin për shërbimin civil, që është një ndër ligje që edhe kalon me 3/5 në kuvend. Nuk funksionon ligji për financimin e partive politike, nuk funksionon ligji për prokurimet publike, etj. etj. Në këtë kontekst, kur sistemi edhe nga raportet ndërkombëtare, sistemi shqiptar, konsiderohet jo sistem demokratik, po një sistem hibrid, produkti që janë zgjedhjet nuk mund të ishte kurse si i ndershëm dhe integër.